Shikues të nderuar, ju përshëndes. Ky është edicioni informativ i orës 11 në News 24. Mëngjesin e kësaj të diele në rrethana ende të paqarta është ekzekutuar me armë zjarri 57 vjeçari Pjetër Kaza. Sipas të dhënave paraprake, Pjetër Kaza është gjetur i vrarë me armë zjarri në oborrin e banesës së tij, ndërsa ndodhej në automjet. Ngjarja dyshohet të ketë ndodhur rreth orës 1 të mëngjesit të sotëm, kur 57 vjeçari sapo ishte kthyer në banesën e tij pas pune. 57 vjeçari Pjetër Kaza punonte në një minier në Bulqiz. Si pistë kryesore për vrasjen e 57 vjeçarit, policia dyshon gjakmarrjen. 57 vjeçari u gjeti vrarë në fshatin Tale të Lezhës nga familjarët e tij brenda në automjet. Pjetër Kaza është ekzekutuar me armë zjarri nga një person i cili është ende i paidentifikuar dhe në kërkim nga policia. Pas atentatit me armë zjarri në zonën e Flakës në Durrës, ku mbeti i plagosur një 36 vjeçar, policia ka identifikuar dhe ka shpallur në kërkim autorin e dyshuar të ngjarjes. Gjatë hetimeve ka rezultuar se 30 vjeçari Kit Kazazi i zuri prit 36 vjeçarit Arbër Gorea, pasi ky i fundit dhunoi disa ditë më parë me sende të forta baban. Policia vijon punën për kapjen e tij. Policia e Durrësit ka identifikuar autorin e plagosjes së 36 vjeçarit Arbër Gorea, si dhe ka zbardhur shkaqet e konfliktit mes tyre. Pasi u konfliktua dhe dhunoi baban e 30 vjeçarit Kit Kazazi, ky i fundit e plagosi me armë zjarri 36 vjeçarin Arbër Gorea. Ngjarja ndodhi mbrëmjen e së premtes në zonën e Flakës së Egër në Durrës, ku 30 vjeçari Kit Kazazi, duke lëvizur me një automjet tip Ford Focus, qëlloi me armë zjarri pistolet gjatë një parakalimi drejt automjetit me të cilin udhëtonte 36 vjeçari Arbër Gorea bashkë me dy të mitur, 14 dhe 15 vjeç. Nga të shtënat mbeti i plagosur vetëm 36 vjeçari, i cili u paraqit në komisariatin e policisë dhe kërkoi ndihmë për ta dërguar në spital. Më pas, 36 vjeçari Gorea ju nënshtroi një ndërhyrje kirurgjikale dhe është jashtë rrezikut për jetën, ndërsa asnjë prej të miturve nuk posoi lëndime. Arbër Gorea nuk është një emër i panjohur për policinë, pasi 2 vite më parë është bërë një tjetër atentat, duke ngritur dyshime për konflikte të vazhdueshme. Nga ana tjetër, policia e Durrësit bën me dije se vijojnë kontrollet për kapjen e autorit 30 vjeçar Kit Kazazi. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka lexuar rezolutën e Internacionales Demokrate të Qendrës mbi zgjedhjet e 11 majit në Shqipëri, ku sipas tij thuhet se ato ishin farsë politike dhe kërkohet krijimi i një qeverie teknike për të përgatitur zgjedhjet e reja. Përpara gazetarëve, Sali Berisha ka lexuar rezolutën Internacionales Demokrate të Qendrës mbi zgjedhjet e 11 majit, ku sipas tij shprehen se ato ishin një farsë politike dhe kërkohet krijimi i një qeverie teknike për të përgatitur zgjedhjet e reja. Shprehin shqetësim në thellë se këto zgjedhje ishin një farsë politike që nuk përmbushën standardet ndërkombëtare dhe shkelen kriteret e Kopenhagenit, duke përfshirë lirinë e votuesve për të zgjedhur, CDI-IDC bën thirrje autoriteteve shqiptare që të krijojë një qeveri teknike kujdestare për të mbikëqyrur reformat drejt BE-s dhe për të përgatitur zgjedhje të reja. Kjo rezolutë sipas Berishës nuk e pengon integrimin në Bashkimin Evropian, por e ndihmon atë. Unë mendoj se kjo rezolutë dhe qëndrimi ynë, duke evidentuar të vërtetat e hidhura dhe jo fshehur, është kontribut real në udhëtimin e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. I pyetur për vendimin e KAS ku PS dhe PD bashkuan vota duke hedhur poshtë kërkesat e kandidatëve demokrat për rinumërimin e votave të tyre, Berisha thot se ato zbatuan ligjin pasi nuk ka lejon kodi zgjedhor. Rruga që ka ndjekur është një rrugë që nuk ka mbështetje ligjore. Për arsye përfaqësuesit tanë në KAS kanë zbatuar ligjin. Ata nuk mund votonin për një akt që është hequr me ligj. Ilir Ali Mehmeti, Mimoza Adarmata, Elisandër Hoxha dhe Iliriana Kuçana i kërkuan KQZ-s rinumërimin e votave të tyre në Tiranë. Pak më parë, zëdhënësja për antikorrupsionin në Selim Blu, Genta Vangjeli, ka hedhur akuza mbi kompaninë që furnizonte kopshtin e Gramshit me produkte ushqimore. Përshëndetje.
Kur gazetarët e pyetën për kontraktorin që zbatonte kontratën lidhur me fenomenin e infektimit të fëmijëve me bakterin Salmonella në Gramsh, kryetari I kësaj bashkie, ndër të tjera, tha se nuk e kishte idenë të thoshte emrin, por ishte një kompani që rezultoi fituese nga procedura e prokurimit. Nuk mund të dinte kryetari I bashkisë sa është vlera e tenderit dhe se ndonjë prind po shfrytëzonte rastin e fëmijës së tij për të bërë politik. E vërteta është se në zbatim të nenit 73 të vendimit të Këshillit Ministrave për miratimin e rregullave të prokurimit publik, kryetari I bashkisë e di mirë vlerën e tenderit sepse ka nxjerr urdhrin e prokurimit. E di mirë historikun e tenderit sepse ka miratuar raportin përmbledhës duke adresuar problematika që mund të dalin nga ky raport dhe e di mirë se kush është kontraktori sepse ekziston një kontratë e lidhur që në 12 dhjetor 2023 ndërmjet Bashkisë Gramsh dhe kontraktorit Nelsa SHPK me objekt blerje mallra ushqimore për plotësimin e nevojave të çerdheve, kopshteve dhe konviktit të shkollës së mesme me afat 24 muaj. Kujtojmë se në vitin 2018, një tender I ngjashëm për blerje ushqimesh ka qenë shkaku I dënimit të formës prerë dhënë nga gjykata e apelit për krime të rënda, për korrupsion në tendera, e zhvilluar nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, për ish drejtorin e burgjeve dhe të tjerë biznesmen, përfshirë kompani Nelsa SHPK, e cila në atë kohë kishte pronar babain e zonjës që mban pronësinë aktuale. Edhe pse subjekti dënimit nga gjykata sipas spending data dëshmohet se autoritetet kontraktore kanë kualifikuar dhe lidhur kontrata me këto operator në kundërshtim me ligjin për prokurimin publik, neni për kriteret detyruese për skualifikim.1b. Sipas Open Corporates.al, ky operator ka regjistruar 8.5 milion euro para publike nga tenderat përfshirë edhe periudhën pas dënimit gjyqësor të formës prerë. Duke kujtuar kryetarin Besion Ayazi se mban përgjegjësi menaxheriale përfshirë dhe përdorimin e fondeve publike sipas nenit 8 dhe 9 të ligjit për menaxhimin financiar dhe kontrollin, apelojmë organet ligjzbatuese të identifikojnë dhe penalizojnë përgjegjësit konkret të kësaj ngjarjeje. Fëmijët nuk mund të jenë të pasigurt, shqiptarët nuk mund të jenë të pasigurt për shkak të papërgjegjshmërisë së shtetit. Faleminderit. Vjojmë të me të tjera informacione, banorët e një pallati në Durrës përballen çdo ditë me erën e rëndë të ujrave të zeza. Ndërhyrja para zgjedhjeve parlamentare ishte vetëm sipërfaqësore dhe nuk e zgjidhi problemin e banorëve. Ujëra të zeza që derdhen në sipërfaqe dhe punimet e lëna për gjysmë. Rruga hyrëse në pallat është improvizuar nga vetë banorët. Kjo është situata aktuale në atë që njihet si Pallati Hoxha në lagjen numër 18 të qytetit të Durrësit. Ndërsa 3 muaj para ndërhyrjes, situata ishte si në këto pamje filmike që News 24 po transmeton. Ndërhyrja e realizuar, e cila konsiston në një brez betoni që rrethon pallatin dhe vendosjen e pllakave të reja në shesh pushimet e shkallëve, nuk I ka dhënë zgjidhje shqetësimit kryesor të 30 familjeve që banojnë aty. Banorëve duhet të bashkëjetojnë me erën e rëndë të ujrave të zeza dhe lagështirën e krijuar brenda banesave të katit të parë. Para se të bëheshin zgjedhjet u rehabilitua pjesa e ujrave të zezave te pjesa poshtme, ndërsa pjesa mbrapa ka ende problem. Në momentin që të bjerë pak shi, po edhe kur nuk ka shi, ka ujra zeza në sipërfaqe. Ka rreth një vit të punë. Bile unë ujra kam në këtu poshtë. Po ja, shkallën për shembull, se kam vë siç duhet. Shesh pushimet si kam vë, badiskopët anash si kam vën, kam vë pllakën e mermerit edhe gjë tjetër jo. Ajo bëhet tamam, s'bëhet fare. Edhe shesh pushim këtu për jashtë asnjë gjë, asnjë festim s'kam bë. S'kemi fonde, thash, shkoni vetë ankojit të bashkia. Ky pallat 5-katësh është në nivel dhe kërkon një ndërhyrje të specializuar për rehabilitimin e kanalizimeve. Pas tërmetit të 26 nëntorit të vitit 2019, godina rezultoi me dëmtime të shkallës DS3 dhe në të është ndërhyrë 2 herë, por familjeve nuk është dhënë asnjëherë sqarime teknike se kur do të realizojë rikonstruksioni I pallatit.
Në ndryshim nga e gjithë zona përreth që njihet si fusha e RR-s, ku është bërë një rehabilitim i plot jo vetëm i godinave kolektive, por edhe hapësirave publike rreth e qark pallateve. Në pallatin Hoxha gjithçka është lënë në mes. I vetmi apeli banorëve është sistemimi i plotë i kanalizimeve. Situata e vështirë ekonomike me të cilën përballet vendi është ndër shkaqet kryesore të divorceve. Kisha Katolike fton besimtarët të qëndrojnë të bashkuar, duke ruajtur familjen. Besim, durim dhe mirësi. Vetëm kushtu mund t'i bëhet ballë sfidave me të cilat na përball koha, duke u kthyer në kërcënim për shoqërinë. Ky është mesazhi që po përcjell kisha në takime me besimtarët anë kënd të vendit. Për fat keq, ka hum sot durimi, ka hum sot përvujtria, ka hum sot butësia. Jemi vetëm njerëzit që me njëri tjetrin tregojmë vetëm egërsi, jo butësi. Për fat keq tregojmë dhe njëri tjetrit vetëm urrejtje, jo mirësi. Kreu i Kishës Katolike në veri të Shqipërisë, Monsinjor Simon Kulli, teksa mori pjesë në festën e përmbylljes së muajit të Zojës në kishën me të njëjtin emër në fshatin Dejës, një theks të veçantë vendosi tek familja, divorcet e të cilës sipas tij po çojnë në shkatrimin e shoqërisë. Familja ka rëndësi të jashtëzakonshme dhe të madhe në jetën e secilit njeri. Familja është në qendër të mendimit të Zotit. Shkatrimi i familjes dhe një populli është fillimi i shkatrimit të krejt popullit. Familja nuk mund të jetojë në ndame, vëllezër dhe motra. Nuk mund të ndahet familja duke ndar burri dhe gruaja, e duke ndar me matematik fëmijët për gjys, ti kyt, unë kyt. Nuk është kjo familje. Nuk na nevojitet pasuria kur shkatrohet familja, vëllezër dhe motra. Nuk shërben asnjë lloj pasurie kur nuk e kam familjen. Familja është pasuria më e madhe që mund të ekzistojnë në tokë. Imzot Kulli, teksa e konsideroi të vështirë situatën ekonomike në vend, tha se vetëm me harmoni dhe bashkim në familje mund të tejkalohet sfida e krizës familjare, burimi i vështirësive ekonomike me të cilën përballen shumë familje shqiptare. Në një situatë ekonomike që është tepër e vështirë, që të mund të përballohet, duhet vetëm të jemi të bashkuar me njëri tjetrin. Bashkimi na forcon, ndërsa përçarja e bën të papërballueshme krizën ekonomike familjare. Apeli i kishës vjen në një kohë kur shoqëria shqiptare po përballet me numrin gjithnjë në rritje të divorceve, çfarë po shkakton trauma të brezit që po rritet me prindër të divorcuar. Kuvendi i Kosovës nuk arriti të konstituohej as në përpjekjen e 24-të këtë të shtunë, duke bërë që kriza politike të thellohet mëtej. Partitë opozitare vijuan të bllokojnë në kuvend propozimet e bëra nga lëvizja vetëvendosje. Dështimet e njëpasnjëshme po ndodhin pavarësisht thirrjeve nga shoqëria civile në Kosovë dhe faktorin ndërkombëtar që Kosova të krijojë sa më shpejt institucionet e reja. Deputetët e Kuvendit të Kosovës kanë dështuar të shtunën për të 24-tën herë radhazi që të konstituojnë përbërjen parlamentare të dalë nga zgjedhjet e shkurtit. Dështimet e njëpasnjëshme po ndodhin pavarësisht thirrjeve nga shoqëria civile në Kosovë dhe faktorin ndërkombëtar që Kosova të krijojë sa më shpejt institucionet e reja. Për të 16-ën herë me radhë deputetët nuk votuan për formimin e një komisioni për mbikëqyrjen e një votimi të fshehtë për kryeparlamentarin e ri. Votimi i fshehtë është propozuar më 1 maj nga kryesuesi i seancës, Avni Dehari, pasi kandidatja e partisë fituese të zgjedhjeve lëvizjes vetëvendosje për kryeparlamentare, Albulena Haxhiu, në disa votime të hapura nuk mori 61 votat e nevojshme që të zgjidhet në këtë detyrë. Çështja e votimit të fshehtë është dërguar për interpretim në gjykatën kushtetuese nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, me mbështetjen e deputetëve nga partitë që mandatin e kaluar ishin në opozitë. Ata argumentojnë se është jo kushtetuese mënyra se si vetëvendosje po përpiqet që kryetari i ri i organit ligjvënës të zgjidhet me votim të fshehtë, duke kërkuar nga gjykata kushtetuese të marrë një masë të përkohshme për ndalim të mbajtjes së seancave derisa ta trajtojë me prioritet këtë çështje dhe të marrë një vendim.
Në vazhdimin e seancës konstituive më 31 maj, Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Lista Serbe refuzuan sërish që të propozonin një emër për formimin e komisionit, duke bërë që seanca të ndërpritej. Seanca e radhës do të vazhdoj pas 48 orësh përkatësisht të hënën. Dy ura u shembën në 2 rajone ruse që kufizohen me Ukrainën duke bërë që trenat të dalin nga shinat. Si pasojë, 7 persona kanë humbur jetën, ndërsa 10 të tjerë kanë mbetur të plagosur, kanë njoftuar autoritetet ruse. Dy ura u shembën në rajonet të ndryshme ruse që kufizohen me Ukrainën, duke nxjerrë trenat nga shinat dhe duke vrarë të paktën 7 persona, ndërsa 10 vetë mbetën të plagosur, kanë njoftuar autoritetet ruse. Zonat në jug të Rusisë kanë qenë subjekti sulmeve të shpeshta nga Ukraina gjatë luftës që ka nisur më shumë se 3 vjet më parë. Një ura autostrade u shem mbi shinat e kurrëdhore, duke nxjerrë nga shinat një tren që po afrohej në rajonin Briansk vonë të shtunën. Bëri të ditur Ministria Ruse e Emergjencave dhe Zyrtarëve Rajonal. Guvernatori i Brianskut, Aleksandr Bogomaz, tha në Telegram se 47 persona u shtruan në spital, përfshirë edhe fëmijë. Sa kaq, një tjetër shembje ndodhi në rajonin e Kurskut herët të dielën, teksa një tren mallrash po kalonte urën, njoftoi guvernatori në detyrë i rajonit. Një antar i lartë i Këshillit të Federatës Ruse, Andrei Klishas, u shpreh se incidente të tilla tregojnë se Ukraina ka humbur prej kohësh atributet e një shteti dhe është ndruar në një enklav terroriste, që nga fillimi i luftës në shkurt të vitit 2022 ka pasur bombardime të vazhdueshme ndërkufitare, sulme me dron dhe bastisje të fshehta nga Ukraina në rajonet Briansk, Kursk dhe Belgorod që kufizohen me Ukrainën, njofton Reuters. Hamasi i ktheu përgjigje për propozimin amerikan për armëpushim në Gaza, duke theksuar se do të lironte 10 pengje të gjallë dhe do të jepte 18 trupa në këmbim të lirimit të qindra të burgosurve palestinez. Lëvizja kërkoi armëpushim të përhershëm dhe largimin e trupave izraelite, por këto propozime nuk janë në tryezën e diskutimeve aktualisht. Hamasi tha të shtunën se ka paraqitur të ndërmjetësuesit përgjigjen e tij ndaj një propozimi për armëpushim të paraqitur nga i dërguari i presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump për lindjen e mesme, Steve Witkoff. Grupi palestinez tha në një deklaratë se sipas marrëveshjes do të lirojë 10 pengje të gjallë dhe 18 trupa në këmbim të lirimit nga Izraeli, të një numri të rënd dakord të burgosurve palestinez. Në një përgjigje me shkrim, Hamasi përsëriti kushtet e njohura televizjes, një armëpushim të përhershëm, një tërheqje të plotë të Izraelit nga Gaza dhe garanci për rrjedhën e vazhdueshme të ndihmës humanitare. Asnjëra prej këtyre kërkesave nuk është aktualisht në tryezë. Dhe përgjigjja e Hamasit nuk përbënte asnjë refuzim të qartë, asnjë pranim të qartë të propozimit amerikan. Ajo tha se përgjigjja e saj erdhi pas kryerjes së një raundi konsultimesh kombëtare. Deklarata nuk përmendi se po kërkoi ndonjë ndryshim në propozim, por një zyrtar palestinez i njohur me bisedimet i tha agjencisë së lajmeve Reuters se Hamasi kërkoi disa ndryshime, ndërsa përgjigjja e tij ishte pozitive. Mediat izraelite raportuan më parë këtë javë se kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu u tha familjeve të pengjeve të mbajtura në Gaza se Izraeli kishte pranuar marrëveshjen e paraqitur nga Witkoff. Më herët, Ministria Palestineze e Shëndetësisë në Gaza publikoi raportin e saj të përditshëm mbi numrin e njerëzve të vrarë dhe të plagosur në luftë. 60 persona kanë vdekur dhe 284 të tjerë janë plagosur në 24 orët e fundit, tha ministria. Numri i viktimave dhe të plagosurve nuk përfshinin numrin e viktimave dhe të plagosurve në rripin verior të Gazës, për shkak të vështirësisë së qasjes në zonë, shtoi ajo. Kjo e çon numrin e të vdekurve në 54.381 persona që nga fillimi i luftës më 7 tetor të vitit 2023. Sa kaq 124.054 persona të tjerë janë plagosur prej atëherë. Një fshat zviceran i cili u varrosi gjithi në një masakulli në mesin e kësaj jave ka ngjallur frikën e përmbytjeve në luginën alpine. Masa e akullit që u rrëzua mbuloi fshatin Blate, ndërsa 300 banorët e tij ishin evakuuar paraprakisht pasi një pjesë e malit kishte nisur të shkërmoqej. Shkencëtarët dyshojnë se ngjarja është një shembull dramatik i ndikimit të ndryshimeve klimatike në Alpe. Një liqen ujë i bllokuar pas një masa akullnajore që varrosi një fshat dhe bllokoi një lum në Zvicrën jugore këtë javë, ka ngjallur frikën e përmbytjeve në luginën alpine. Një përmbytje prej miliona metrash kubakulli, balte dhe shkëmbinjsh, u rrëzua nga një mal të mërkurën duke mbuluar fshatin Blaten.
Shtëpitë e pakta që mbetën të paprekura u përmbytën më vonë. 300 banorë të fshatit zviceran ishin evakuuar pasi një pjesë e malit pas akullnajës Birç filloi të shkërmoqej. Ekipet e shpëtimit po kërkonin një burr 64 vjeçar të zhdukur, por i kanë pezulluar kërkimet e tyre për momentin për shkak të kushteve të vështira. Përmbytjet u rritën të njëjta ndërsa grumbulli i akullit, pothuajse 2 kilometra, bllokoi rrugën e lumit Lonza, duke rritur frikën se këneta mund të zhvendosej të shkaktonte më shumë evakuime. Autoritetet zvicerane u bën thirrje banorëve në Gampel de Steg, fshat Rafqinje, disa kilometra më poshtë rrjedhës së Lonzës, të përgatiteshin për evakuim të mundshëm në rast emergjence. Banorët kanë luftuar për të përballuar shkallën e shkatërimit të shkaktuar nga përmbytja, një ngjarje që shkencëtarët dyshojnë se është një shembull dramatik i ndikimit të ndryshimeve klimatike në Alpe. Shoqata zvicerane e sigurimeve tha se dëmi ka të ngjarë të arrijë në disa qindra milion franga zvicerane dhe se ishte shumë herët për një vlerësim më të saktë. Sa shtëpi ishin të siguruara në Blatën, ishte e paqartë, tha ajo në një deklaratë. Blatën tani është i varrosur në Shkëmbinj dhe Balt dhe operacioni i pastrimit është pezulluar sepse toneladat e mbeturinave kanë bllokuar lumin Lonza duke shkaktuar rrezik përmbytje. Pra shumë herët për të bërë një analizë të plotë se si ndodhi saktësisht kjo katastrofë, por autoritetet zvicerane theksojnë se ndërsa Blatën mund të jetë katastrofa më e madhe dhe më dramatike alpine në vitet e fundit, ajo mund të mos jetë e vetmja. Ndërkaq Spanja jugore po përballet me temperatura tejet të larta. Në Sevilje termometri shënoi 46 gradë këtë të shtunë. Spanja jugore po përjeton një valë të fortë të nxehtit me temperatura që pritet të arrijnë në mbi 42 gradë në Sevilje, sipas Agjencisë Spanjolle të Motit. Të shtunën qyteti u përvuluan nga nxehtësia e madhe me termometra që arritën deri në 46 gradë. Banorët dhe vizitorët kërkuan ndihmë duke u ventiluar, duke gjetur hije në çadra dhe duke spërkatur me ujë fëmijët dhe kafshët shtëpiake. Banorët vendas dhe vizitorët ndan reagime të përziera ndaj mbërritjes së hershme të vapës. Jo, shumë mirë vetëm sepse tani është shumë vap, tha 82 vjeçarja Petra Soler. Të tjerë si Francisco Gonzalez thanë se jemi mësuar me vapën, por sot po ja dalim. Njerëzit u rreshtuan për të mbushur shishet e ujit dhe u përpoqën të qëndronin të freskët në bare dhe zona me hije, ndërsa qyteti luftonte me temperaturat në rritje. Me afrimin e qershorit vapa nuk tregon shenja lehtësimi. E gjithë Sevilja është pa pushime përfshirë nga vapa. Thjesht nuk ndalet, tha studenti Samuel Del Valle. Ndërsa vallëtarët e flamenkos performojnë dhe rrugët janë plot gjallëri me diellin përvolues, autoritetet u bëjnë thirrje banorëve të qëndrojnë të hidratuar dhe të marrin masa paraprakë gjatë kësaj vale të nxehtit jashtëzakonisht të hershëm dhe intensiv. Qindra qytetarë nga Kosova janë drejtuar Bregdetit shqiptar këtë fundjavë. Rritja e temperaturave ka shtuar fluksin në pikën e kalimit kufitar të Morinës. Edhe këtë vit pushuesit nga Kosova i qëndrojnë besnik Bregdetit shqiptar duke mos e tradhtuar destinacionin e tyre të preferuar për pushime. Qindra qytetarë nga Kosova janë dyndur këtë fundjavë në pikën kufitare të Morinit për të hyrë në Shqipëri dhe për të nisur pushimet pranë detit. Pushuesit shprehen me krenari që Shqipërinë nuk e ndrojnë me asnjë vend tjetër, duke mbajtur gjallë atë që quhet turizëm patriotik. Do kaloni pushime në Shqipëri? Po, për një kohë të shkurt, 3 ditore. Shkoni shpesh? Po, shiko. Shqipërinë nuk e harrojmë kurna, për Bregdet nuk e ndrojmë. E bëni shpesh pushimet i kaloni shpesh? Po, zakonisht mas pakti një herë në vit, po edhe kur ka raste shtu kur kemi pushim apo diçka, shkojmë edhe vikende. E pushimet i bëni në Shqipëri gjithë një? Po, po. Nuk e trahtoni? Ja, nuk e trahtoni, në Shqipëri. Përshëndetje, ndër për Durrës. Do shkoni me pushime? Po. Jeni bashkë me familje? Po, gjithë me familje. E bëni shpesh udhime për Durrës? Po, shpesh. Ku i kaloni pushimet? Kryesisht to pushimet e shkurta në Durrës, pushimet e gjata atje në jug. Fal marrëveshjes për lëvizjen e lirë, kalimi kufitar është zhvilluar pa radhë duke përshpejtuar ndjeshëm procesin për të gjithë udhëtarët. Pika kufitare Morin Vërmic operon aktualisht me 8 sportele në hyrje dhe 8 në dalje, që kanë ndihmuar jo vetëm në menaxhimin e fluksit, por edhe në kontrollin efektiv ndaj kalimeve të paligjshme. Vetëm në 24 orët e fundit nga kjo pikë janë regjistruar 27.780 udhëtar që kanë hyrë dhe dalë në territorin shqiptar.
Gjithashtu janë regjistruar 8500 automjete dhe 87 autobus. Publicitet, rikthehemi pas pak me të tjera zhvillime. Jemi rikthyer sërish në studio, vjoj me të tjera informacione. Bashkia e Kavajës ka hapur sezonin turistik për vitin 2025 përmes një aktiviteti ku të ftuar ishin artistë të njohur, krahas këngëve dhe valleve. Në këtë aktivitet u shpalosën edhe prodhimet tradicionale. Bashkia e Kavajës çeli zyrtarisht sezonin turistik për vitin 2025. Aktiviteti u zhvillua në një atmosferë festive me pjesëmarrje të gjerë nga qytetarë të Kavajës dhe zonave përreth, si dhe nga përfaqësues të bizneseve vendase që promovuan produktet dhe shërbimet në funksion të turizmit lokal. Në çelje të aktivitetit, kryetari i bashkisë Fisnik Qosja theksoi përkushtimin e strukturave bashkiake për të garantuar një sezon të suksesshëm dhe ftoi turistët të vizitojnë Bregdetin e Kavajës, jo vetëm për bukuritë që i ka falur natyra, por edhe për turizmin elitar e funksional që ofron qyteti gjatë gjithë vitit. 365 ditë Bashkia e Kavajës ka sezon turistik sepse e ka falë Zoti me det, me kodra, me lugina, me fusha. I them gjithë turistëve shqiptar po gjithë turistëve në përbot, vizitoni Kavajën, vizitoni Golemin, vizitoni Malin e Robit, vizitoni Qerretin, vizitoni Karpenin, vizitoni plazhin e bukur të Carinës, plazhin e bukur të Generalit. Kavaja ka resurse pafund. Kështu ju ftoj të gjithëve të vizitojmë këto resurse që ne ka falë Zoti. Pas fjalimeve, festa vazhdoi në tingujt e këngëve dhe valleve tradicionale të drejtuara nga koreografët Kavajas, Ibrahim Roci dhe Myrteza Dimri. Në skenë performuan artistë të njohur të muzikës shqiptare si Eneda Tarifa, Stresi, Ledri Vula, Flori Siano e të tjerë, të cilët ndezën atmosferën mes duar trokitjeve të publikut. Më pas pranë stendave të bizneseve pjesëmarrëse, ku veçohen figura të njohura të sipërmarrjes dhe artizanatit lokal. Panairi vuri në pah edhe profesione të tjera të artizanatit, si punime dore, çanta të thurura dhe qilima tradicional, që mbartin një vlerë të madhe artistike dhe përfaqësojnë trashëgimin kulturore të qytetit të Kavajës. Mbrëmja u mbyll në tingujt e muzikës dhe një atmosferë festive, ndërsa të pranishmit u shprehën të sigurt se ky ishte vetëm fillimi i një vere plot gjallëri për turizmin Kavajas. Turizmi aventurës po gjen gjithnjë më shumë zhvillim në lumin Shkumbin, ku sporti i rafting po preferohet si nga vizitorët vendas, ashtu edhe nga turistët e huaj të mahnitur nga natyra shqiptare. Disa turistë spanjoll shprehen se do të rikthehen sërish në Shqipëri për të vizituar edhe pika të tjera turistike. Mes maleve të larta që duket sikur prekin qiellin dhe gjelbërimit të jashtëzakonshëm rrjedh lumi Shkumbin, një perlë natyrore që gjeografikisht konsiderohet si shënjuesi i kufirit mes veriut dhe jugut të Shqipërisë. Natyra egër, e padëmtuar nga faktori njeri, po tërheq çdo vit më shumë vizitor vendas dhe të huaj, kryesisht të apasionuarit pas turizmit të aventurës. Rafting në ujërat e lumit Shkumbin nuk është vetëm një sport, por një udhëtim drejt zemrës së Shqipërisë, ku valët e kësaj rrjedhje të ftojnë të ndjesh të bukurën, të bëhesh një me natyrën. Lumi Shkumbin është thyer një stacion për rafting. Sot jemi me më shumë se 40 spanjoll, të cilët vinë për herë të parë në fakt Shqipëri, por për herë të parë edhe në Shkumbin për rafting. Po Elbasani ka potencial shumë të madh për turizmin aventurës, ku hyn edhe rafting. Kemi hiking, kemi ecje me bicikleta apo edhe parashutizmi. Kështu që janë gjitha këto përveç gastronomisë, që është akoma më e famshme. Këtë fundjavë, 42 turistë spanjoll po shijojnë natyrën shqiptare, duke mos hezituar të ndajnë me ne përvojën unike të rafting në rrjedhën e Shkumbinit. So
Vim për herë të parë në Shqipëri, jemi duke shijuar gjithçka nga ushqimet e shijshme tradicionale, bukuritë e egra të natyrës, deri tek emocionet e forta që ofron çdo kthes e Kotilumi. Vizituam së pari Tiranën, mandej erdhëm këtu ku gjetëm këtë natyrë fantastike. Njerëzit këtu janë shumë të bukur, por mbi të gjitha shumë mikpritës. Kemi provuar disa gatime tradicionale shqiptare, një kuzhinë mesdhetare vërtet e pasur, çdo gjë fantastike. Tani bëm rafting në Shkumbin, përjetuam një adrenalinë të jashtëzakonshme. Ky vend është i mrekullueshëm. Kjo është një jehon e lumit Shkumbin, që thërret turist nga e gjithë bota të vinë për të njohur historinë e këtij vendi, të shijojnë valët e tij dhe të marrin me vete kujtime të paharrueshme. Në teatrin Bylis në Fier u vu në skenë komedia Pleqëri vjen me kusure. Dinamika e lojës së aktorëve në skenë, dialogjet plot batuta mes personave dramatik në rolin e të moshuarve shkaktuan të qeshura dhe katarsis të publiku. Pleqëri vjen me kusure me autor Odise Plakun, ishte shfaqja e radhës që u interpretua në skenën e teatrit Bylis në Fier. Margarita, një grua në moshë që jeton vetëm me të shoqin, është mishërimi i gruas që kujdeset për të tjerët deri në vetmohim, ndaj shqetësimet e çiftit, gëzimet, xhelozit, madje të fshehta dhe intrigat, në të cilat përfshihet edhe fqinji i tyre, mbajtën të mbërthyer spektatorin deri në katars. Kënaqësi dhe emocione pafund të marra nga publiku. E kam shijuar shumë. Personazhi i femrës vetmohuese shqiptare, ajo që kujdeset gjithmonë për të tjerët, edhe për më tepër, merret me komshinë dhe me të shoqin, e ku ka më bukur. Ishte një pjesë paksa specifike për sa i përket edhe pensionistëve, edhe them se paralelisht mos vinin vetëm pensionistë, por jo çuditërisht sa ata ishin me të gjitha moshat, të paktën edhe mesazhet që ne shpërndajmë nëpërmjet veprës është edhe për të rinjt. Autori komedis Odise Plaku dhe regjisorja e shfaqjes Elona Thomaraj rrëfejnë përrisit që solli shfaqja Pleqëri vjen me kusure. Kjo mosh ka problematikat e saj të cilat unë i kam trajtuar në krimtarin time dramatike, por këtë herë e kam parë në një kënd vështrim tjetër, pra në formën e komikes, ku në zgjerim zbulojmë problematikën e sotme me të cilën përballet pikërisht mosha e tretë. Të bësh të dy ambiente pamure në fakt ishte e vështirë dhe neve, siç e pat, paralelisht kishim dy jetë në dy apartamente të ndryshme, por që këto nuk duhet të përplaseshin me njëra tjetrën, por të harmonizoheshin dhe të bëheshin pjesë e njëra tjetrës. Kjo ishte risi. Pleqëri vjen me kusure ishte një thirrje e fortë për më shumë për kujdes ndaj të moshuarve, me gjithë vështirësinë dhe dinamikën e përditshmërisë. Rrethi 82 ciklistik uli si parin me etapën e 5 dhe të fundit Vlorë Fier. Presidenti i Federatës Shqiptare të Ciklizmit, Skënder Anxhaku, vlerësoi organizimin e këtij aktiviteti të madh, ndërsa u shprehi i kënaqur edhe me faktin që Shqipëria e mbylli në vendin e dytë. Rrethi ciklistik i Shqipërisë, një prej garave më të vjetra në Europë, mbyll edicionin e tij të 82 me etapën e 5 dhe të fundit Vlorë Fier. Pas Giro d'Italias, Shqipëria dhe mbi të gjitha federata e ciklizmit kaloi me sukses një tjetër test të rëndësishëm. Një organizim perfekt që i la një shije të mirë dhe presidentit të Federatës Shqiptare të Ciklizmit, Skënder Anxhaku. Jemi munduar komplet si staf për të bërë më të mirën dhe arritëm qëllimit. Morëm vlerësime nga komisari Uçit për arsye të veprimit, të organizimit, të ushqimit, të fjetjeve, të rrugës nga policia e shtetit. Ju ka bërë përshtypje të 16 ekipe që kanë qenë 98 ciklista, një organizim i përkryer. Fituesi i rrethit të 82 ciklistik, ku shpall holandezi Tom Jonkmans me kohën totale 17 orë, 11 minuta 43 sekonda, duke lënë pas me 2 minuta 56 sekonda italiane që garon për Shqipërinë, Gabriele Fabritis. Për Anxhakun, vendi i dytë në këtë garë, me një rivalitet kaq të lartë, është një arritje e madhe për Shqipërinë, pasi vendi i parë ishte thuajse i pamundur. Me vendin e dytë, si individ dhe si ekip, jam i kënaqur. Më mirë do kishte qenë që ishte i vendi i parë, po ishte i paarritshëm. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Për zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota, klikoni në balkanum.com për të njohur në kohë reale me lajmet e për të ndjekur në live stream News 24 në çdo kohë.
Faleminderit për vëmendjen, bashkë mirupafshim.